Seanca plenare e kësaj të marte u zhvillua mes protestave jashtë godinës së kuvendit dhe përplasjeve politike brenda sallës. Para nisjes së punimeve, deputetët u pritën nga protestues të mbledhur përpara parlamentit, të cilët shprehën revoltën e tyre kundër klasës politike, duke i etiketuar ligjvënësit që hynin në godinë si të shitur. Brenda sallës debati u përqendrua te kërkesa e Partisë Demokratike për zhvillimin e një interpelance me kryeministrin Edi Rama. Kryetari i kuvendit Niko Peleshi bëri të ditur se kërkesa e paraqitur nga kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi nuk do të pranohej. Pas këtij vendimi, Bardhi akuzoi mazhorancën për refuzim të vazhdueshëm të kërkesave të opozitës për interpelanca. Ju nuk po mbroni kushtetutën, ju po mbroni kryeministrin nga llogaridhënia. Dhe detyra juaj është të mbroni dinjitetin e kuvendit dhe të garantoni të drejtat kushtetuese të këtij parlamenti për t'i kërkuar llogari qeverisë. Por ju sot zgjodhët të mbronit kryeministrin dhe jo parlamentarizmin. Megjithatë, unë e di pse Edi Rama nuk erdhi edhe sot në seancë plenare. Sado manipulator, Edi Rama e di se nuk mund të flasë në publik për krimet e tij shtetërore. Ai është peng i tyre dhe unë besoj se Edi Rama e ka menduar realisht dorëheqjen, atë që ju tha ju në mbledhje grupi, por nuk mund ta jap dorëheqjen, sepse nuk është më një njeri i lirë. Në emër të mazhorancës, kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla ju përgjigj akuzave dhe kërkesës së opozitës. Shumë prej jush që gëzoni kur protestuesit thirrin Berisha në burg, sepse me të drejtë e shikoni këtë si të vetmin shpëtim nga Saliu. Ka këtu mes jush që doni të shpëtoni nga Saliu, këtë e di unë. U bëm kohë bashkë. Edhe shkoni aty në protestë me shpresën që ne se heqim do të Saliun, po do Zoti na e heq protesta Saliun. Ndoshta u heq protesta Saliun, por një gjë protesta ja arriti. Ju protesta ju mundi, ne protesta nuk na mundot. Partinë Socialiste të Shqipërisë nuk e mundot askush. Gjatë seancës, kryetari i kuvendit Peleshi njoftoi gjithashtu se deputetja Mariana Koçeku është larguar zyrtarisht nga Komiteti Parlamentar për Stabilizim Asocim. Në vend të saj është caktuar deputeti Erion Malaj. Ndërkohë protestuesit qëndruan jashtë parlamentit dhe qellonin me vezë shishe me ujë deputet dhe ministra që dilnin nga godina.